Një blerje spontane për vetëm $500 ndryshoi jetën në mënyrë më të pabesueshme të mundshme, ose ndoshta më të frikshme. Një burr i zakonshëm me një pasion të thjeshtë për ankandet e njësive të magazinimit bëri një ofertë të rastësishme. Por as që imagjinonte se brenda atij kontejnerit të errët do të gjente një pasuri që mund të sjellë ose ëndra të mëdha ose të lashe të tmerrshme. Çfarë do të bëje ti po të gjeje $7.5 milion në një kasafor të braktisur? Do t'i mbaje? Apo do t'i ktheje? Por kur policia trokiti në derën e tij vetëm pak orë më vonë, ai u kuptoi se çfarë kishte gjetur nuk ishte thjesht para. Një burr gjen një kasafor që përmba në $7.5 milion brenda një njësie magazinimi që i kishte blerë për $500. Duke vendosur ofertën e fundit që në fund fitoi përmbajtjen e një kontejneri magazinimi, një vendim që do të shndrojë ose në ëndrrën e jetës së tij ose në mangthin më të madh. Kur burri zbulon se çfarë fshihej vërtet brenda atij kontejneri, ai tronditet, dhe kur policia shfaqet në derën e tij vetëm disa orë më vonë, ai nuk është as pak i përgatitur. Ai sapo kishte filluar të ndiejë rahat duke bërë oferta për njësinë e magazinimit që dilnin në ankant, duke shpenzuar para që në fakt nuk i kishte, një bast i madh kur nuk ke fare ide se çfarë mund të gjesh brenda. Kishte aq shumë histori të njohura për njerëz që kishin gjetur pasuri të vërtet. Madje disa kishin zbuluar makina klasike dhe ishin larguar duke vozitur drejt perëndimit të diellit. Deri tani, ai kishte pasur pak fat, duke arritur të shiste përmbajtjen e njësive për pak më shumë se çfarë kishte paguar për to. Por kjo kërkonte shumë punë, të kontrolloje plehrat e dikujt tjetër, të pastroje gjithçka dhe pastaj të gjeje blerësin e duhur. Ai ishte pothuajse në fund të durimit të tij. Nëse nuk kishte ndonjë gjë të madhe në këtë njësi të fundit, ai do ta linte fare këtë punë. Joe qëndronte jashtë kontejnerit së bashku me rreth 15 deri në 20 persona të tjerë, të gjithë të hetur për të parë se çfarë kishte brenda njësisë të magazinimit me përmasa 5/15. Këto ishin njësi shumë të mëdha për të parë mirë brenda, sepse mund të përmbanin gjithçka që gjente në një apartament me një dhomë, ideale për mobilje si divan, karike dhe një tavolinë të vogël ngrënjeje, pajisje sportive, bicikleta apo mallra biznesi. Jo shumë ideale për të hedhur një sy të shpejtë dhe për të shpenzuar $100 vetëm nga hamendja. Ankandi ishte argëtues, jo siç e tregojnë në TV, me drama, britma, shtyrje dhe kaos, por gjithsesi argëtues. Sidomos kur përfshiheshe në një garë ofertash me dikë tjetër, ndjehi mirë të fitoje, dhe Joe e paralajmëroi veten jo për herë të parë. Do t'i përmbajë buxhetit. Mos shpenzo më shumë se çfarë mund të përballosh të humbasësh, i thoshte vetes. Ai nuk donte ta mësonte këtë mësim në mënyrë më të keqe, por thjesht nuk mund të rezistonte dot. Për herë të parë njësia ishte mbushur plot me mobilje dhe sende të tjera interesante që donte t'i shqihte më nga afër. Dhe një grua bezdisëse pas tij vazhdonte të rriste ofertën e tij. Filloi me $100, një ofertë e rëndë që në fillim, por kontejneri dukej shumë i mbushur. Ajo e rriti pak, ajo ofroi sërish dhe kështu vazhdoi. Sa gjatë mund të vazhdonte kjo? $350 dhe ai ishte i vendosur të fitonte. $400 dhe ajo ende nuk kishte hequr dorë. Por asgjë. 450, 460, 470 dhe më në fund, oferta u mbyll me $500. Ai ishte i lodhur dhe duart i dridheshin kur realiteti i ra mbi supe, sapo kishte shpenzuar gjysmën e qiras mujore. Duhej të kishte diçka fantastike brenda këtij kontejneri. Pasi fitoi ankandin, të gjithë përveç disa personave u larguan nga vendi. Ata që nuk kishin fituar humbën menjëherë interesin për përmbajtjen, sepse nuk kishin fituar asgjë vet, por disa qëndruan aty pranë vetëm për të parë pronarin e ri të hynte në atë hapësirë të vogël. Ata vetëm do të donin të kishin qenë në vendin e tij, kur pan çfarë gjeti. Joe hyri ngadalë në njësinë e magazinimit me përmasa 5/15. Ajo ishte e mbushur me mobilje të vjetra, por kishte mjaftueshëm hapësirë për të kaluar mes sendeve. Derisa filloi t'i pikonte në qafë dhe në ballë. Vetëm mobiljet nuk do të mjaftonin për të mbuluar çmimin e lartë që kishte paguar për atë njësi. Duhej të kishte diçka vërtet të jashtëzakonshme brenda. Ai nisi të kërkonte. Nuk ishte ndonjë zbulim që të hidhej në sy, si në një film.
Nuk kishte ndonjë shkëlqim të pazakont apo muzikë dramatike, thjesht një kasafort gri e zakonshme që qëndronte mbi dysheme, pra një komodinë të vjetër. Por Joe e dinte shumë mirë si dukej një kasafort, nuk i duhej efekte speciale për të dalluar. Joe telefonoi disa nga miqtë e tij që të vinin për të ndihmuar në hapjen e kasafortës. Edhe si kur të kërkonte gjithë ditën, nuk besonte se do ta gjente ndonjë çelës aty brenda. Një stërvitje elektrike më vonë dhe ata po shpërthenin thellë në mbravën e kasafortës, duke u përpjekur ta hapnin me forcë. Por ajo që gjetën brenda ishte përtej çdo imagjinate. Kur hoqën kapakun e saj, Joe mbeti pa fjalë. Tronditur nga pamje, qindra kartmonedhave që shtriheshin sipër kartmonedhave $50 të grumbulluara në tufa të mëdha. Ai ra për tokë nga tronditja e pastër. Nuk po merrte dot frym. Kur më në fund u ngrit, filloi të nxirrte një nga tufat me para, të ftohta, të forta, para të vërteta që mbushnin kasafortën. Por jo gjithçka do të ishte kaq e thjeshtë për John dhe këtë zbulim të pabesueshëm. Vetëm 2 orë pas zbulimit të tij dikush trokiti në derë. Dhe shumë shpejt, burra me uniforma ishin kudo përreth kontejnerit. Pikërisht në atë moment Joe filloi të pyeste veten, në çfarë kishte fituar veten. Mund të kishte qenë çdo gjë, sepse mendo pak kush në botë haron një shumë të tillë parash të futura në një kasafort. Joe kuptoi shumë shpejt ku kishte gabuar. Nga gëzimi i papërmbajtur, ai kishte dërguar foto të përmbajtjes së kasafortës te e dashura e tij. Dhe jo vetëm kaq. Ai kishte ngarkuar ato foto në pothuajse çdo rrjet social të mundshëm, Instagram, Facebook, madje edhe në Reddit. Nuk ishte as pak çudi që policia ishte tashmë në derën e tij. Ende nuk kishte arritur t'i numëronte të gjitha parat, por e dinte me siguri se kishte mjaftueshëm për të notuar brenda tyre. Deri në atë moment kishte arritur të numëronte mbi $1 milion. Por tani duhej të largohej nga paraja dhe të përballej me një nga oficerët që po e priste. Në total, nëpër disa kasaforta të shpërndara nëpër kontejner ishin fshehur plot $7.5 milion. Çdo gjë, nga monedha 5 centëshe deri tek kartmonedhat $100, madje edhe letra, pronësia makinash. Por kishte një problem të vetëm, dhe ishte një problem gjigant. Pronari origjinal i njësisë kishte marrë vesh për gjetjen dhe kishte angazhuar jurist të fuqishëm për të rikthyer pasurinë e tij. Joe u gjend menjëherë në telashe. Gjithçka nisi të lëvizte me shpejtësi maramendëse, sapo mbriti policia, dhe shumë shpejt Joe mori një telefonat nga avokatët. Avokatët e pronarit i thanë John pa asnjë dyshim, duhej të kthente parat. Por në përpjekje për të zbutur situatën, ata i ofruan një shpërblim zbulimi prej $600.000, mjaftueshëm për t'u tërhequr i qetë dhe për të harruar çështjen. Joe duhej të mendonte shpejt. Pas këshillimit me miqtë e tij, ai mësoi se në shtetin e Kalifornisë, kur një njësi magazinimi shitet në anë kant, përmbajtja e saj nuk i përket më qiramarrësit që ka vonuar pagesën. Ai kishte të gjitha të drejtat për të mbajtur çdo gjë që ndodhej brenda. Në fund të fundit, ai e kishte blerë me ligj, ndershmërisht dhe me para të vërteta. Por avokatët nuk kishin ndërmend të dorëzoheshin kaq lehtë. Avokatët nisën të luanin lojën të ashpër, duke menduar se po i bënin një nder, e rritën ofertën e shpërblimit nga $600.000 në $1.2 milion. Por në mënyrën se si po e bënin, Joe e ndjente qartë që po e detyronin të dorëzohej. Dhe ai nuk e dinte kush ishin këta njerëz me të vërtetë. Por një gjë ishte e qartë, nuk ishin njerëz të zakonshëm. Ai filloi të pyeste veten, si mund të harroj dikush plot $7.5 milion në një njësi magazinimi të papaguar. Kjo nuk është gjë e zakonshme. Sa më shumë mendonte, aq më shumë dyshime kishte se këta njerëz nuk ishin as pak të mirë. Dhe po i afroi një vendim që do t'ia ndryshonte jetën përgjithmonë. A do të pranonte Joe vetëm $1.2 milion? Sigurisht, për cilin do, kjo do të ishte një shumë e madhe, e mjaftueshme për të ndryshuar jetën e dikujt përgjithmonë. Por, për John, ajo shifër nuk përfaqësonte atë çfarë kishte ndjerë me duart e tij. Nuk i pëlqente as pak fakti që po e shtrëngonin me forcë, pothuajse me kërcënime të heshtura. Por brenda vetes së tij filloi të ndjente edhe një dilemë morale. Parat tani ishin të tijat, me të drejtë, por ai nuk kishte bërë asgjë për t'i fituar. A duhej t'i kthente? A duhej të luftonte për to?
Pas shumë mendimesh, debatesh me miq dhe kërcënimesh të heshtura, Joe vendosi që ndarja e barabartë ishte zgjidhja më e drejtë. Ai propozoi që paratë të ndaheshin për gjysmë, $3.75 milion për secilin. Në fund të fundit, pronarët e mëparshëm të njësisë magazinuese e kishin braktisur atë për një periudhë shumë më të gjatë sesa disa muaj. Ata nuk kishin paguar qiran për gati 1 vit dhe nuk kishin reaguar asnjëherë ndaj letrave që u ishin dërguar nga stafi i magazinës. Pikërisht për këtë arsye, njësia përfundoi në ankant. Një nga pronarët e magazinës tha: "Unë nuk fitoj shumë nga ankantet. Ato organizohen vetëm për të mbuluar shpenzimet tona. Në 90% të rasteve, humbas para. Një njësi mund të më ketë kushtuar $600 dhe dikush e blen për 400, kështu që jam ende në humbje. Për ta, një njësi e paguar nuk sjell fitim. Sa më shpejt të largohet një qiramarrës i keq, aq më shpejt mund të hyjë një klient i ri që paguan me rregull."